Detajet e reja janë publikuar me vrasjen e Gjovalim Prendit, ndodhur në 17 prill në fshatin Pllanta të Leshës. Një foto e automjetit të autorëve është bërë tashmë publike duke ndihmuar hetuesit në rindërtimin e dinamikës së krimit. Sipas burimeve hetimore, autorët kanë bërritur nga drejtimi i urës së Milotit. 2 prej tyre janë afruar në këmbë pranë lokalit në pronësi të viktimës, ku ndodhej dhe ai duke konsumuar kafe. Në sy të familjarëve dhe klientëve të tjerë, njëri prej autorëve ka hapur zjarrin në drejtim të 64 vjeçarit duke e lënë të plagosur rënd. Familjarët dërguan menjëherë në spital, por Prendi nuk mund t'i mbijetoj plagëve. Pas atentatit, autorët janë larguar me të njëjtin automjet që i kishin transportuar në vendngjarje. Vetëm pak orë më vonë, mjeti është gjendur i shkrumbuar pranë një kanali në fshatin Fushgjorm, një metodë tipike për të fshirë gjurmët. Gjovalim Prendi ishte babai i Roan Brahimit, të njohur edhe si Sidorel Prendi, një emër i përfolur në disa ngjarje të rënda kriminale. Vrasja dyshohet të ketë lidhje të drejtë me përfshirjen e djalit të tij në disa atentate të bujshme, mes të cilave dhe ekzekutimi i Brillant Martinaj në Fushkruj, atentati ndaj Getian Betjas në mars të këtij viti në Krujë dhe përplasja e përgjakshme me Ervis Martinajin, armikun e deklaruar Brahimit, i zhdukur pa gjurmë prej kohësh. Roan Brahimi vetë u vra në Athinë në 9 maj 2024 në një atentat që tronditi opinionin publik pasi ndodhi në sy të gruas dhe djalit të vogël të çiftit. Peshkshorti janë mbetur e plagosur në ngjarje. Hetimet për vrasjen e Gjovalim Prendit janë në vijim, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë që kjo të jetë pjesë e zinxhirit të hakmarrjeve të lidhura me krimin organizuar.